Profesor, flasim diçka edhe për brezin fare të ri, sepse krahas Mullisit dhe Samir Lagjës shikojnë palesër që është një brez i moshave dhe më të vogla. Duket nga mosha 10 vjeçar deri Po, kena marrë disa sportista, sot këto lishti janë 2-3 10 vjeçar ku janë shumë premtuesa. Një nër këta po patesh disa vite që punon në rresht, që vjen nga larg dhe bën stërvitje bashkë me shokët dhe duke pa si Antonino dhe Semirin është një timu për këto moshat e reja. Ensar Perroni është një ardhme e sigurt e sportit peshngëjtjes. Është një djalë që është i përkushtuar shumë dhe familja dhe shumë shpejt do të jenë një trashëgimtar i ekipit kombëtar. Pra do jetë një përfaqësues dinjitoz i ekipit vllaznia që do përfaqësojnë ekipin kombëtar. Vjen nga obliga dhe po është shumë i përkushtuar dhe familja është duke parë që të ardhmen e tij familja është shumë në dispozicion të Ensarit. Diçka për të 300 tjetër që janë si po, si më të vegjël kena dhe 2 të vegjël të shtima si janë. Hajde. Ti që ti shkojmë dhe ti 3 bashkë, hajdeni. Këto janë sportistat e premtues të ekipit pra të vegjël. Profesor Lagja, ky është brezi më i vogël që do përfaqësojnë ekipin e peshngëjtjes. Pra gjithë cilit përfaqësojnë vendin, si quhesh dhe Klevis Boza. Pra Klevisi, Samuel Kola, Ensar Perroni edhe Rajan Perrona. Pra këto janë Rajani, Ensari, Samueli edhe Klevisi. Duket se kanë me pasion, profesor. Këto nuk mungojnë asnjë ditë. Po marrin mësimet e para, ju po është edhe në shtangë me boshtën e shtangës që po marrin mësimet e para të këtij sporti. Po. Po thush këta shtikon të pak muj që kanë fillu, por Ensari bashkë me Klevisin po bëhen 2-3 vjetë që janë në sportin e peshngëjtjes, pra janë konsolidu si sportista, si Klevisi dhe Ensari janë sportista që do përfaqësojnë ekipin me të rit, ekipin e vllaznis, po shpresojmë që dhe 2 sportistët e ri të bashkohen ekipit rritën si Semiri dhe Antoninos. Profesor, urime për kampionat të rriturve, Antonino Mullisin dhe Samir Lagjën, dhe urime dhe suksese me këtë brezin e ri që sapo i prezentoj. Po, ju faleminderoj dhe shumë faleminderit për ju edhe atë që përfaqësoni televizorin tuaj. Faleminderit.